Qysh po planifikoni ju me ngro këtë dimër? Përcjellemi për me I pa disa ide për investime të mençura, që e mbajnë shtëpinë të ngratë, ambient të pastër edhe kosto të ulët të rrymes. Filloni duke izolu shtëpinë, muret, dyert dhe dritaret. Kjo ndihmon që nxehtësia të qëndrojë brenda dhe të ftohtit jashtë. Përdorni radiator vaj me kursim energjie. Është I përsosur për të ngrohur dhoma specifike pa rritur faturën e energjisë. Merrni parasysh instalimin e një pompe termike. Ajo shpenzon më pak energji për të ngrohur gjithë shtëpinë, madje edhe në muajt më të ftohtë të dimrit. Nëse keni mundësi, investoni në panele diellore. Ato mund të furnizojnë sistemin tuaj të ngrohjes me energji të pastër dhe të renovueshme nga dielli. Me këto investime, jo vetëm që mbani shtëpinë e ngrohtë dhe kostën e ulët të energjisë, por kontribuani edhe për një ambient më të pastër. Mendo gjelbër, vepro gjelbër.